Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në Top Tech. Jeni me mua Mateo Kadrion dhe sot kemi shumë tema serioze. Mos u mbasim fare kohë dhe të nisim direkt me temën e parë. Kush do e donte një telefon që rishtrir në tavolinë pa atë gungën te kamera? Dhe ja ku e ke. Google prezantoi Pixel 10a me çmimin $499 dhe po e shet si telefonin e mençur pa çmimin që të bëhet të qash. Çfarë po ndodh dhe pse ka rëndësi? Ky është telefoni entry level i Pixelit, por me disa truke të zgjuara që zakonisht i shet modelet më të shtrenjta. Dhe vjen në një moment perfekt, pak para se Apple të nxjerrë telefonin e vet budget friendly, i cili pritet të kushtoj $599. Pra Google po thot, hajde merre këtë $100 me lirë dhe mos u mundosh. Tani pak informacion të shkurtër. Ngjyrat janë lavender, berry, fog dhe obsidian. Po, duken si emra koktejlesh. Ka një ekran 6.3 inch aktua që është 11% më i ndritshëm se paraardhësi. Bateri 5100 mAh që mban mbi 30 orë dhe deri në 120 orë me Extreme Battery Saver. Praktikisht e harron karikuesin, nuk të harron ai ty. Chipi Tensor G4, ai që ishte edhe më parë. Kamera 48 megapiksel main dhe 13 megapiksel ultra wide. Truke AI për foto, auto best take dhe camera coach. Dhe për herë të parë në A series Satellite SOS, pra dhe pa internet mund të kërkosh për ndihmë. Një bonus i vogël, nuk ka pixel snap magnetik si modelet më të shtrenjta, pra nuk ngjitet te aksesorët MagSafe. Me pak fjalë, super për çmimin, por jo për koleksionistët e magneteve. Top Tech në Top Albania Radio. Apple ka dërguar ftesa për eventin e datës 4 mars në New York, Londër dhe Shanghai. Dhe quhen Fix Special Apple Experience. Jo event, jo keynote, por experience. Sikur po thot, mos e shiko, jetoj atë. Problemi real, kur Apple nuk të tregon asgjë, interneti bëhet si lagje me thashë theme. Po del iPhone i ri, po del MacBook i ri, po del iPad i ri, po del edhe frigoriferi i Apple-it. Por kjo experience ka shanse të jetë më e vogël, më shumë hands-on për gazetarët dhe jo ai show i madh me skena edhe one more thing. Çfarë dihet deri tani? Shpejt edhe qartë. Data dhe orari. 4 mars 2026, diku nga darka për ne. Ftesa ka një logo Apple 3D, me disje të verdh, jeshil dhe blu. Shumë e mundshme të jetë hint për ngjyra ose produkt. Në listën e pritjes nga thashë themet: iPhone 17-ja, telefoni budget i Apple-it, MacBook Pro me chipin M5 Pro dhe M5 Max, iPad të rifreskuar dhe ndoshta MacBook më i lirë që mund të kemi parë ndonjëherë nga Apple. Unë për vete jam në atë fazën s'di ç'të bëj sepse po mendoj të marr një MacBook Pro me M5 Maxin kur dale. Por kam edhe atë dilemën, a më mbas shpirti kur çoha atë kartën e kreditit. Se Apple t'i shet ëndrat në 4K, po pastaj t'i kërkon një 8K. Në 4 mars e marrim vesh. Top Tech në Top Albania Radio. Inteligjenca artificiale po punson njerëz, si të ishin pajisje me këmbë. Po flasim për RentoHuman.ai, një platformë ku agent AI mund të marrë me qira njerëz on demand, për punë që botët nuk i bëjnë dot vet. Të shkojnë fizikisht diku, të marrë një paketë me kartë identiteti, të verifikojnë një adresë, të bëjnë foto, video, prove, të marrë një badge në event dhe madje edhe të firmosin dokumente kur nuk pranohen në shkrimet online. Pra, inteligjenca artificiale ka trup, po nuk ka trup. Dhe po thot, më jep trupin tënd me qira. Tagline është aq i drejtë sa të them. AI nuk mund të prek dot barin, ti mundesh. Kjo s'duket si shaka interneti. Sipas raportimeve, platforma e lançua në fillim të shkurtit dhe ka marrë vëmendje të madhe, me shumë njerëz regjistruar dhe diskutime për etikë dhe siguri. Si funksionon? Shkurt. Agenti zgjedh njeriun sipas vendzodhjes, aftësive dhe çmimit, i dërgoj instruksionet dhe pret prova pune, pastaj të paguan. Për botën tije si një API me pulsin e ndezur. Dhe këtu fillon pjesa e bukur, ose e frikshme. Kush mban përgjegjësinë nëse një agent të çon në situatë të rrezikshme? Kush e kontrollon qartë porosin? Me pak fjalë, dikur frika ishte AI do të na zëvendësoj. Tani është AI do të na shfrytëzoj. Top Tech në Top Albania Radio. E imagjinon dot një AI që bën punë dhe bëhet aq viral sa krijuesi i tij të merret direkt në punë nga OpenAI.
Krijuesi i OpenClaw, Peter Steinberger, sapo është bashkuar me OpenAI. Dhe jo, s'është një punësim i zakonshëm. Kjo ndodh kur bën një projekt sa për qef dhe të det CEO-ja internetit të thot ajde tu. Çfarë po ndodh? OpenClaw u bë i famshëm sepse premtonte AI që bën realisht gjëra. Menaxhon kalendarin, rezervon fluturime, organizon punë e të tjerë. Pra nuk ri vetëm të t'jap këshilla si shok që nuk ka dalë kurrë nga shtëpia. Nuk është AI që ti i shkruan një prompt dhe merr një përgjigje, ai bën realisht punë. Emri ka bërë 3 ndryshime brenda pak javësh. Fillimisht u quajt Cloudbot, pastaj Moldbot dhe tani OpenClaw. Ndryshimi i parë erdhi pasi Anthropic thuhet se kërcënoi me veprime ligjore për ngjashmëri me Claude. I dyti sepse Steinberger thjesht e pëlqeu më shumë emrin e ri. Kjo është energji Gen Z, s'më pëlqen e ndërroj. Në postimin e tij Steinberger thotë se mund ta kthente OpenClaw në kompani të mëdha, por si duket shumë interesante. Ai do të ndryshojë botën dhe mendon se rruga më e shpejtë është nëpërmjet OpenAI-t. Ndërkohë Sam Altman tha se Peter do të drejtojë gjeneratën e re të agjentëve personal dhe se OpenClaw do të jetojë në një foundation si projekt open source që OpenAI do e mbështes. Ju sugjeroj shumë të jepni një sy OpenClaw thjesht për të kuptuar ku po shkon bota. Se ky agjent personal s'është më shaka, është roadmap dhe AGI. Top Tech në Top Albania Radio. Waymo sapo prezantoi Waymo World Model, një model simulimi i ndërtuar mbi Google DeepMind, që i stërvit robotaksit me skenar ekstrem si tornado, rrugë të përmbytura, madje dhe elefant mund në mes të rrugës. Po, elefant. Pra tani makina s'po mëson vetëm ktheu majtas ec drejt, po edhe mos u përplas me kopshin zoologjik. Çfarë ka të fortë? Modeli gjeneron të dhëna kamerash plus lidari, sepse kamera shet çfarë po ndodh, ndërsa lidari jep thellësinë. Okej, kjo gjëra është 12 metra larg, jo thjesht një hije e çuditshme. Waymo thotë se një post-training e kthen një orin nga video 2D në output 3D lidar të përshtatur për hardware-in e vet. Inxhinierët mund të kontrollojnë veprimet e makinës, të ndryshojnë layoutin e rrugës ose trafikut, ose të përdorin prompte për orë të ditës, mod apo skena krejt sintetike. Madje mund të kthejmë video normale të kamerave të makinës, telefonit në simulim, si do ta shihte Waymo me sensorët e vet. Kjo vjen ndërkohë që Waymo po përballet me hetime sigurie në Amerikë për incidente pranë autobusëve të shkollës dhe një rast konkret ku një robot taksi goditi një fëmijë pranë një shkolle. Waymo synon zgjerim të shërbimit dhe ka folur dhe për Londrën me objektiva për 2026 dhe teste ndërkombëtare. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do dëgjohemi javën tjetër me tema akoma dhe më interesante. Ciao.